Përshëndetje të dashur miq. Sot do të bëjmë një tavë me bamje. Kemi marrë bamjet, i kemi larë, i kemi pastruar. Kemi marrë 2 speca, 1 domate, 1 qep. Na duhet krip, piper, vaj ulliri dhe mishin që e kam vënë më parë për të zier. Vazhdojmë nga puna. Si fillim grijm qepën. Qepën e shtojmë në digan. Pastrojmë specin. Kemi ndezur gazin, kemi vënë diganin dhe në digan shtojmë rreth 50 ml vaj. Dhe lëm qepën të kaurdiset mirë. Qepa është gati, do t'i shtojmë specin dhe më pas do shtojmë domaten e grirë. Domaten e kemi qëruar dhe e presim në kubik. Tani do të shtojmë domaten. Do të shtojmë dhe një lugë salcë domate. Edhe pak salcë speci. Gjella është bërë gati dhe tani shtojmë lëngun e mishit duke e kulluar. I shtojmë një lugë çaji me krip dhe lëm të vloj pak. Bamjet tani i shtojmë në tepsi. Ndërkohë furrin e kemi ndezur më parë. Gjellën e përgatitur e shtojmë tek bamjet. Duke e përzier me kujdes. Shtojmë edhe mishin. Shtojmë edhe këtë lëngun e mishit që ka mbetur. Dhe tani e çojmë drejt në furr. Furrën e kemi parangrohur më parë në 240 gradë për 30-40 minuta. Shtojmë dhe pak piper të zi dhe drejt në furr. Tavën e kemi hequr nga furri dhe është gati. Kjo ishte edhe receta ime për sot. Mirupafshim në një recetë tjetër.